po të bëj një pyetje, ku shikon ti që unë nuk jam femër? Çam llefi keti me shprat dhunë, si ke shprehë grimi? Si e justifikon ti, vajzë me kaq edukat? Si e shpreh super edukat kam? Si e shpreh dhunë fizike? Edukatën si e shpreh dhunë fizike? Gati shkon fizike. Si e shpreh? Si e shpreh agresivitet? Të preka. Jo, agresiviteti që ti ke. Të preka. Ti çfarë përfaqëson? Ti çfarë përfaqëson? Po ti s'di çfarë përfaqëson? Ti nuk ke shans të flasësh për sakrificat në muzikën e në profesionin tim. Po gjithashtu kam pas sakrifica me gotë, që bullizon në këtë mënyrë, një dëshirë, një sakrifis, një personi, një vullnet për të bë dikush. Tur të vi që ofendon këtë femra. Ti nuk e di çadive e ç'a mund bëj mund. Ti nuk i din sakrificat një. Tur të vi që kapësh te profesioni se s'ke ku të kapësh tjetër. Tur të vi që kapësh te roli im si femër se s'ke ku të kapësh tjetër. Ti po thuaj që ti si femër. Që ke ofenduar çdo lloj njeriu bashkë me Selin tu brenda. Je para që ke sjell familjen si e kemi një familje, unë do flas për familjen. Ti vetëm këtë flas për familjen sepse kemi familje shumë krenare. Unë flas për familjen, jo për dashnorët e për të gjërat e shpifura. Ti ke fol për dashnorët. Ti zjas me mbret veten. Zjas me mbret veten. Ti je një tapet. Mua vjen dikush më thot dashnore. Unë jam tu. Ti je një tapet se ajo të shkel sikur doje. Kush ti jam tani ma trego pak se jam unë femër. Tani më trego pak se shumë e rëndë si fjalë. Po patjetër, se dashnore si ka thënë ti mua, nuk është e rëndë. Se ti qesh vetë, po dashnore. Kush ka qesh? Ka mbrojt veten 4-5 ditë këtu, po tu të di se ti nuk do. Unë ta kam mbrojt edhe ti se ke ditë fare për der, ti më mbrojt, sepse televizion ty më mbrojt me dalë lart te publiku si femër që mbron femra. Ti mbron femra. Tani ma shpjegoj pak. Ti mbron femra, ti kapesh te vullnetin i vajze që do me artu me bodi diçka për muzikën e saj, përgjigju, po lere muzikën tënde se ke knaq ti muzikën më rëndësishme për mua. Na trego këtu. Po ke knaq muzikën ti, po më trego mua tani. Atje din kush jam. Se jam unë femër. Ti më trego mua tani se jam unë femër. Të lutem vazhdo me tasheteme dhe intriga në këtë shtëpi. A ditë përgjigjesh ti pyetje dhe merru me tasheteme dhe intriga në këtë shtëpi për të zënë vend në mediat shqiptare. Je fiks për tasheteme dhe intriga se gjë edhe për kafe e filxhan. Se për gjë tjetër ti Greta nuk je. Në rregull? Po tani më se për çaj unë do ta shohësh jashtë për çaj unë. Ti do shkush në një artikuj me shpik lajme fake sikur i ngjitet ky, edhe ka siç je vet, fake. Po tani më thuaj pak se jam unë femër. Se si e moj? Po më thuaj më shpjegoj me argumente. Se nëse s'ke fakt argumente, ti je kundër ti ke fol kot se del shumë bllop, e kupton? Del shumë bllop. Se kur unë të them kujdesi ueta se do digjesh se ja e tregove fytyrën edhe ka ul komplet poshtë. Unë kam argumente, po ti s'di çfarë absolutisht jo. Ti nuk di çfarë veten. Ti nuk di me mbrojt veten. Unë kam mbrojt veten time. Por ju mohoni, çdo gjë që ju Ela bën, sepse kështu ju le vërdis, në rregull, dhe ti je ajo vajzë që ke përdor çdo lloj koncepti familjar dhe feminist për me sulmu vajzat. Familja Juela është mbi gjitha, ti nga vjen, ti nga vjen, e pra po atëre qa keti me familjen, po qa keti ti, me familjen time nuk kapësh do ti, po kush e do familjen tënde, o gërë, nuk e përmend fare, unë du familjen time, shnet nërë pafshin, po unë familjen time e përmend sa herë dua, okej, nuk ma thua ti kur ta përdoj e kur jo, në regu, unë e përmend, ti ajo që përmend familjen, unë dhe përmend familjen sa herë dhe dua timën, si kunata me famshme në Shqipëri. Ti ke përmend, ti je për filxhan, jam shumë krenare, kafe turke edhe thashe theme natë di. Ti edhe në qoftë se